U zhduk pasi filmoi një qenie të çuditshme. Një youtuber kanadez filmonte shpesh me telefon kudo që shkonte. Një ditë ndoshta kapi diçka që nuk duhej. Andrew Dawson, një 30 vjeçar nga Kanadaja, kishte vesin që kudo që shkonte filmonte me telefon, edhe kur ishte me të dashurën. Por historia e tij e çuditshme filloi më datën 4 prill të vitit 2022. Ai teksa po udhëtonte me makinë pa diçka gjigande, mi malin përballë. E kështu ndezi telefonin dhe e filmoi, por kur ju afrua me zoom, u tmerrua, sepse dukej një qenie gjigande, që sipas llogaritjeve mund të ishte 50 metra, por që nga ajo mbrëmje filluan problemet për të. Pasdite doli të shihte sërish nëse qenia ishte atje ku e la, por asgjë. E po atë mbrëmje mendoi që të shkonte në mal, veçse gjatë rrugës gjeti një postoblok policie, një gjë shumë e çuditshme për atë vend. Videon Andrew e postoi 2 ditë më vonë, më datën 14 prill. Që ditën tjetër, Andrew ankoi që shihte makina të çuditshme dhe njerëz që sipas tij e përgjonin. Bile në një video ai thot se e përgjonin edhe në telefon. Në fakt, një mbrëmje pase dikush po e përgjonte përpara shtëpisë së tij dhe kur Andrew ju afrua, tipi i dha gaz makinës dhe iku me shpejtësi. Më datën 13 prill, Andrew filmoi 2 helikoptera që silleshin rrotull tek vendi ku ishte shfaqur giganti, dhe po atë pasdite pa një dritë të çuditshme në të njëjtin vend, dhe teksa filmonte thot se zona ishte plot me ushtar. Por më datën 18 maj, në atë vend, një ndërtesë e çuditshme që nuk duhej të ishte aty. Në fakt, pas disa orëve, kjo ndërtesë u zhduk, dhe fill pas kësaj videoje, Andrew thot se është shumë i shqetësuar, sepse ka marrë telefonata kërcënuese. Por më 7 maj po të vitit 2022, Andrew shfaqet në një video, duke deklaruar se e gjitha ishte një montazh, veçse ka një detaj që ekspertëve nuk u shpëtoi. Andrew teksa flet shikon dikë, madje ndërpret edhe fjalët dhe vazhdon sërish, duket sikur dikush e detyron që të thotë ato fjalë. Megjithatë, kjo histori e çuditshme nuk marron këtu, sepse nga ajo ditë Andrew u zhduk. Askush nuk di se çfarë ndodhi me të. Madje kanë folur edhe gazeta prestigjioze, bile edhe IMDb, sepse kanali i tij me 500.000 followers ka ndaluar pikërisht në atë video, ku vetëm njëra nga videot ka patur 28 milion klikime. Pra e zëm sikur të ishte një fake. Do të thotë që Andrew e bëri për të bëri famshëm, dhe ai i arriti. Atëherë pse nuk vazhdoi më, por u zhduk? Në të vërtet, Andrew Dawson, çfarë i ndodhi? As e fejuar e tij nuk e di, bile nga frika ajo nuk ka lënë asnjë intervistë. Megjithatë, çfarë ishte ajo qenie? Po ajo ndërtesë. Dhe pse u shfaqen aty dhe nga kush? Ky është një nga misteret që vlon në rrjet dhe që askush nuk i jep dot një zgjidhje. Ju si e komentoni këtë ngjarje?